Policia e Elbasanit ka arrestuar dhe I ka komunikuar masën e sigurisë arrest me burg producentit Petri Bozo pas aksidentit tragjik të ndodhur në fshatin Mengël, ku një 7 vjeçar humbi jetën si pasojë e përplasjes me automjet. Sipas hetimeve paraprake, ngjarja ka ndodhur në mëngjesin e së hënës, rreth orës 8 në aksin rrugor Elbasan Librazht. Automjeti I drejtuar nga Bozo ka goditur të miturin I cili nuk ka mundur të mbjetoj plakëve të marra. Gjatë marrjes në pyetje, Bozo ka deklaruar se nuk ka qenë duke lëvizur me shpejtësi të lartë, duke pretenduar se në momentin e aksidentit ka qenë rreth 25 km/h. Megjithatë, dëshmitarët okular dhe pamjet e kamerave të sigurisë të administruara nga grupi hetimor ngrenë dyshime se automjeti mund të ketë qenë me shpejtësi më të madhe nga ajo e deklaruar. Sipas dëshmive të qytetarëve, drejtuesi I automjetit pas aksidentit ka mohuar përgjegjësi në vendngjarje duke pretenduar se ndodhej në një segment rrugor nacional dhe se nuk ka shkelur rregullat e qarkullimit. Ngjarja ka shkaktuar reagim të fortë në komunitetin lokal, ku banorët kanë ngritur shqetësime të përsëritura për sigurinë në këtë segment rrugor. Ata kërkojnë prej kohësh masa konkrete përfshirë ndërtimin e një mbikalimi për komsorët, pasi rruga ndan zonën e banuar në 2 pjesë dhe paraqet rrezik të vazhdueshëm për kalimtarët, veçanërisht fëmijët. Hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit vijojnë, ndërsa pritet edhe ekspertiza teknike mbi shpejtësinë dhe dinamikën e përplasjes.